Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësi bekimet e Allahut qofshin treguar në tij Muhammedin alayhis salam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Jemi duke shkëputur disa cilësi, të cilat nëse besimtari i ka, automatikisht me ndihmën e Allahut bëhet i dashur tek Zoti i gjithësisë. Dhe ne kemi theksuar që të jesh i dashur tek Allahu i lartësuar është synimi më madhështor. Është arritja më e madhe dhe është suksesi më, si thua, më gjigant, më i madh që mund të arrijë një njeri. Të gjithë njerëzit, të paktën ata që besojnë diku, e kanë pretenduar dashurinë e Allahut të lartësuar. Pra kanë pretenduar se e duan Zotin e gjithësisë. Të gjithë, po të marrësh dhe të lexosh, të gjithë pjesëtarët e feve të ndryshme pretendojnë se duan Zotin e gjithësisë, muslimanët pretendojnë se duan Zotin e gjithësisë, madje edhe idhujtarët pretendojnë se duan Zotin e gjithësisë. Nëse i pyet ata pse i adhurojnë idhujt, statujat, thotë Allahu i lartësuar, do thonë e bëjmë diçka të tillë li yuqarribuna ila Allahi zulfa, në mënyrë që të na afrojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra i adhurojmë këta idhujt sepse këta kanë qenë njerëz të mirë. Kanë qenë njerëz të mirë. Se dhe si të thoi, këta do ndërhyjnë, këta do ndërmjetësojnë tek Zoti dhe këta do na afrojnë akoma më shumë tek Zoti i lartësuar. Pra pothuajse të gjithë njerëzit e pretendojnë se e duan Zotin. I mirë është Zoti dhe e duan Zotin, përveç ateiste. Dakor? Problemi është kush është ai që Allahu e do. Ktu është çështja. Të gjithë njerëzit mund ta pretendojnë, problemi është kush është ky person, dhe cilët janë ato kategori, dhe cilët janë cilat janë ato cilësi që nëse robi i bën të vetat, i ka të tilla, atëherë automatikisht e do Allahu i lartësuar. Ku do t'i gjejmë këto cilësi? Dhe si do të njihemi me këtë njeri që i ka këto cilësi? Lexojmë Kur'anin famëlar, dëgjojmë dhe me vëmendje përshkrimin që u ka bërë i dërguari i Zotit i lartësuar, dhe aty automatikisht konstatojmë se kush janë njerëz të dashur tek Allahu i lartësuar. Vetëm duhet kemi kujdes diçka. E kemi theksuar dhe përsërisim përsëri. Këtu nuk diskutohet për dashurinë, pra e do dikë Allahu i lartësuar apo jo. Sepse çdo musliman, çdo besimtar që ka sadopak besim tek Zoti i gjithësisë dhe ka përjashtuar dhe është apo ka distancuar veten e tij nga ateizmi, nga idhujtaria, nga paganizmi, atë do Allahu i lartësuar. Ne kemi thënë që nëse nuk do ta donte Zoti i gjithësisë, atëherë nuk do t'ia bënte risk besimin. Allahu waliju alladhina amanu. Allahu është mik, është i dashur, është ndihmuesi, është përkrahasi e atyre që kanë besuar. Këtu çështja është që besimtari me ambicie të lartë synon dashurinë maksimale, absolute tek Zoti i gjithësisë. Edhe pse kjo fjala absolute, mbase duhet korrigjuar pak. Dashuria absolute, maksimumi i dashurisë që mund të arrijë një person, cila është? Cila është? Nuk mjafton vetëm buzëqeshja që dhuroni. Cila është? Ti je Khalil, mik i shtrenjtë, dashuri speciale tek Zoti i gjithësisë. Kush e ka patur fatin prej njerëzve ta kenë këtë mirësi? Dy persona, Ibrahimi alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kanë arritur kulmin e dashurisë. Kanë arritur pozitën më të lartë që mund të shkeli, mund të arrijë një njeri. Kanë arritur pozitë tek Zoti i gjithësisë që as melek nuk e ka. As melekët nuk e ka. Mirë, përveç kësaj grade që e kanë është luksi i profetëve, sepse e kanë merituar, atëherë këtu është gara mes besimtarëve dhe është e hapur. Ne kemi thënë shpesh herë dhe ju e dini që vetëm pozitën, statusin e profecisë nuk mund të arrijë dikush sot. Të gjitha gradet e tjera, çdo besimtar, pavarësisht çfarë komsie ka, ngjyre, pavarësisht çfarë zanati ka, duke filluar që nga xhamatliu më i thjeshtë dhe duke vazhduar deri tek dietarët, kanë të njëjtën garë, me të njëjtat parametra, pothuajse. Mund të bëhen, mund të arrijnë pozitën më të lartë tek Zoti i lartësuar. Jemi dakord apo jo? Prandaj gara është e hapur. Tani këtu ne kemi folur rreth disa prej këtyre kategorive që përfitojnë dashurinë e Allahut të lartësuar dhe do të plotësojmë shkurtimisht inshallah Zotit sot
një të radhës. Dhe është diçka e dëgjuar. Mirë po diçka e cila duhet jetë e përditshme në çdo moment, në çdo çast, në të mirë dhe në të keq. Në momentin që hym diku apo dalim, në momentin që çfarë do lloj situate që të jemi, ky virtyt, kjo cilësi, ky adhurim besimtarit i lipset, i nevojtat në çdo moment, dhe që është e tawakkul. Ti mbështetesh fort Zotit të lartësuar. Ti dorëzohesh krejtësisht Allahut të lartësuar. Dhe përpara se të themi dy fjalë në lidhje me këtë temë, na takojnë që të themi një farë përkufizimi që e kanë përkufizuar dietarët, tawakkul. Mbështetje tek Allahu i lartësuar. A që në fillim edhe Islamit kemi folur ose kemi dëgjuar shumë për tawakkulin. I mbështetemi Allahut dhe sidomos kur jemi në vështirësi, na duhet akoma më shumë ky adhurim fizik. I mbështetemi Zotit të lartësuar, besimtari i mbështetet Zotit në gjitha situatat. Mirë, çfarë kanë thënë në lidhje me at-tawakkul? Mbështetja tek Allahu i lartësuar, kanë thënë at-tawakkul është mbështetja e sinqertë e zemrës tek Allahu për të kërkuar të mirat dhe për të çliruar veten, për të shpëtuar apo për të larguar prej vetes tënde të këqijat. Qofshin këto në çështjet e dunjas apo qofshin këto në çështjet e ahiretit, të botës tjetër. Me bindjen absolute se vetëm Allahu është ai i cili jep, ndalon, sjell dëm apo dobi. Vetëm Allahu i lartësuar. Pra thënë ndryshe, zemra lidhet me Allahun lartësuar, jo me krijesat. I dorëzohet Zotit gjithësisë, jo krijesave. Allahu i lartësuar çfarë thot? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Vetëm Zotit të lartësuar mbështetuni dhe vetëm tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Ka kushtëzuar çështjen e besimit me tawakkul, me mbështetjen, sepse nuk imagjinohet, nuk kanë konceptohet që dikush të jetë besimtar i madh tek Zoti i lartësuar dhe pastaj të anoj apo të mbështetet diku tjetër përveç Allahut të lartësuar në arritjen e mirësive apo në largimin e dëmeve. Ndërkohë që ku duhet të jetë përqendrimi? Vetëm tek Allahu i lartësuar. Dhe shikoni një detaj, me bindjen absolute se askush dhe asgjë nuk të sjell dobi dhe nuk të çliron nga sprova, nga fatkeqësia, nga dëmi, përveç kujt? Allahut të lartësuar. Pra që do thotë, njëra pjesë, nëse ndajmë në dy pjesë për kufizimin. Pjesa e parë për kufizimit nuk mjafton nëse nuk mbështetet, nëse nuk shtohet pjesa e dytë. Pra nuk mjafton të thuash mbështetja e sinqertë e zemrës në Allahun lartësuar në arritjen e mirësive dhe në largimin nga vështirësitë apo nga të keqijat. Mirë. Atëherë këtu nuk e përjashton që dikush të mbështetet dhe Allahut, të mbështetet dhe dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. E përjashtuam? Nuk e përjashtuam. Prandaj përkufizimi i plot është përqendrimi absolut i zemrës me sinqeritet, me sidq, me vërtetësi vetëm tek Allahu i lartësuar. Në arritjen e mirësive, largimin e dëmeve, fatkeqësive, vështirësive. Kaq me bindjen absolute se askush dhe asgjë nuk të bën derman përveç Allahut të lartësuar. Madje jo vetëm kaq, por janë kaq të dobët, gjithkush, madje të gjithë njerëzit, që nga i pari deri tek i fundit. Dhe kujtojmë këtu hadithin e Abdullah ibn Abbasit. Ja gulam, o djalosh dhe dije se sikur gjithë njerëzit të tubohen, nga i pari deri tek i fundit. Për të ndihmuar në diçka që nuk jep leje Zotit dhe nuk e ka caktuar Allahu, nuk të ndihmojnë dot. Dhe sikur gjithë të tubohen, nga i pari deri tek i fundit, imagjino në rresht gjithë dunjaja vetëm për të ndihmuar ti, ose vetëm për të çliruar nga një dëm, nga një fatkeqësi apo nga një siklet. Nuk të ndihmojnë, vetëm nëse jep leje Allahu, nëse ka caktuar Zoti. E njëjta gjë edhe nëse kanë si synim të dëmtojnë. Që do thotë gjithçka, gjithkush është i pamundur për të bërë dobi apo për të bërë dëm pa lejen e kujt? Të Allahut. Madje, shkoni shembullin që ka dhënë Zoti i lartësuar në Kur'anin famullar. Është një sure që quhet Suratul Ankabut. Çdo më thënë Suratul Ankabut. E merimangës. Pse është quajtur surja e merimangës? Sepse aty Allahu i lartësuar sjell një shembull. Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya. Kamathali al-ankabuti ittakhadhat baytan.
Shembulli i atyre që marrin për eulia dikë tjetër përveç Allahut. Eulia mbështeten tek ai, kërkojnë dermanin, lidhin zemrën me dikë tjetër përveç Allahut lartësuar. Shembulli i atyre që zemrën e tyre e lidhin me dikë tjetër përveç Allahut lartësuar është si shembulli i kujt i merimangës që ndërton shtëpi. Dhe shtëpia më e dobët që ekziston është shtëpia e merimangës. Që do thotë këta njerëz që lidhin zemrën me dikë tjetër përveç Allahut lartësuar janë të dobët, janë të pafuqishëm. Pra, mos prit derman, mos prit ndihmë për këtyre njerëzve. Humbur krejtësisht shpresën. Ku është problemi? Nuk është problemi vetëm se ti tani nuk do të vijë diçka nga ai apo nga ajo gjë që ke lidhur zemrën. Ti ke humbur dhe Allahun. Këtu është problemi se ke humbur dhe Allahun. Prandaj pejgamberi alayhissalam çfarë thotë? Kush kërkon zgjidhje dhe kush ja dorëzon çështjen dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar, Allahu e lë që t'ia japi zgjidhjen ai person. Ose ta gjejë zgjidhjen pikërisht aty. Që do thotë, besimtari mbështetet vetëm Allahut të lartësuar. Lidh zemrën vetëm me Allahun të lartësuar. Dhe kujdes, dhe vazhdojmë akoma të jemi me përkufizimin. Te përkufizimi nuk ka thënë që ta shpresh që ti mbështetesh Zotit. E dini se sa prej njerëzve e shprehin unë vetëm Allahut i mbështetem, mos kam frikë askënd përveç Allahut të lartësuar. Unë jam mbështetur Zotit në kërkimin e rrezikut, unë jam mbështetur Allahut kundër armiqve, kundër dashakeqve, kundër këtij dhe kundër atij. Ndërkohë ndoshta ai është nga njerëzit më të dobët në lidhje me mbështetjen tek Zoti i gjithësisë. Nuk mjafton vetëm ta shpresh. Prandaj çfarë kanë thënë dietarët kur kanë sjellë për kufizim? Kanë thënë i'timadul qalb, lidhja e zemrës. Dorëzimi i kujt? I zemrës me sinqeritet tek Allahu i lartësuar. Dhe sa burr ka thënë dikush, te ka sjellë një shembull pak më të thjeshtë, ka thënë ti mbështetesh Zotit të lartësuar është ta dorëzosh krejtësisht çështjen tënde tek ai, siç i është dorëzuar mejiti atij që e lan. Siç është dorëzuar mejiti i vdekuri, xhenazja atij që e lan. Kemi këtu tani përpara një mejit, një që ja ka dorëzuar shpirtin Zotit, dhe trupi pa shpirt çfarë është? S'ka funksion, dhe merr ai që e lan një herë nga përpara, pastaj e rrotullon. Dakor, e kthen nga në shpinë, pastaj në kuriz, pastaj nga pjesa tjetër, pastaj e merr fshin, pastaj e merr dhe qefinos, pastaj e marrin çfarë bëjnë? Dhe derisa varrosin. Reagon? Kundërshton? Në ndonjë moment? Jo. Që do thotë t'ia dorëzosh çështjen tënde Zotit të lartësuar siç është rasti i kujt, këtij mejiti që bën vepron personi me të çfarë të dojë dhe ai nuk reagon. Dhe ne çështjet tona, arritjet e sukseseve, largimet e fatkeqësive, të sikleteve, të problemeve, halleve, zemrën ja dorëzojmë kujt? Allahut. E lidhim me Allahun e lartësuar. Trupin, çështjet tona ja dorëzojmë vetëm kujt? Vetëm Allahut të lartësuar. Prandaj çfarë bën besimtari? Besimtari nuk del prej shtëpisë së tij pa thënë duan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, dal me emër të Allahut nga shtëpia. Me emër të Allahut, me leje të Zotit, me fuqi të Allahut, inshallah në rrugë të Zotit, dakord? Tawakkaltu ala Allah. Mirë do dal, ai do dal në terren, do përballë me sfidat, me vështirësitë, me armit. Tani Allahu na ruaj. Me lloj probleme shajë mos të trajtojmë tani çështjen e armive sikur jemi në betejë, sikur jemi por me lloj sikletesh dhe vështirësish. Dakor? Tawakkaltu ala Allah. Jam mbështetur Allahut të lartësuar në të gjitha çështjet e mia. Po pastaj wala hawla wala quwwata illa billah. I mbështetem dalën në emër të Allahut, me leje të Zotit, me fuqi të Allahut. I mbështetem Allahut duke qenë i bindur. Menditoni pak. Duke qenë i bindur se s'ka fuqi, nuk ka ndryshim, nuk lëviz diçka nga vendi pa lejen, pa fuqinë e Allahut. Madhështore? Çfarë i thuhet këtij personi? Cakton Zoti, këtij personi i thuhet, pra i do thotë ti vuloset. Ne nuk e dëgjojmë, ama shkruhet, regjistrohet dhe vuloset. Hudit, wa kufit. Je i udhëzuar, je i mjaftuar
Edhe shejtani i largohet prej tij. Çfarë do i bëj shejtani i mallkuar, një personi i cili del prej shtëpisë dhe i është mbështetur krejtësisht Allahu lartësuar me bindjen absolute se nuk mund të ketë lëvizje ndryshim fuqi përveç kujt Allahu të lartësuar. Dakor? Dalim prej shtëpisë, bëjmë këtë veprim. Në rregull. Përzihemi, shpërndajemi në angazhimet tona. Në momentet caktuara jemi konfuz, në momentet caktuara jemi mes dy zgjedhjeve, ndoshta. Në momentet caktuara nuk dim çfarë të bëjmë. Përsëri i dorëzohemi Allahut si me iti. Falim namazin e istikharës. Falim 2 rekate namaz. Pastaj bëjmë duan dhe themi o Allah, unë jam i pafuqishëm. Jam i pa ditur. Ku diun çështjet? Natyrën e plot, absolute të çështjeve. Ku ta di unë kjo çështje që unë tani, kjo vendimarrje që unë dua të marr, është e mirë për mua apo është e dëmshme? Është hajër për mua apo? Po mirë, nëse e konstatoj se është e mirë për mua në të tashmen, po në të ardhmen, se di. Po mirë, nëse e konstatoj se kjo është hajër për mua në çështjet e dunjas, biznes, mashallah, do hap një biznes tani. S'kam pse të pyes këndër valla, për hajër është. Dakor? Do rrit mirëqenien e familjes time. Dakor? Ti nëse mund të ta konstatosh, hajde se është për hajër dhe është e mirë në çështjet e dunjas, po në çështjet e fesë tënde. E di ti se çfarë mund të marrë prej fesë tënde, prandaj ku vete? Si e hapin? Pa ju mbështetur Allahut dhe pa pyetur Allahun dhe pa marrë njerë autorizimin dhe lejen nga kush, nga Zoti i gjithësisë. Prandaj çfarë bën besimtari? Mbështetet Allahut lartësuar duke falur namazin e istiharës. Jeta e besimtarit është e gjitha mbështetje. Prandaj sa bukur kanë thënë dietarët, kanë thënë et-tawakkul, mbështetja tek Allahu i lartësuar është përmbledhja e gjithë imanit. Do një fjalë përmbledhse, përkufizuese të gjithë imanit, dorëzimi i çështjes së Allahut. Lidhja e zemrës me Allahun e lartësuar. Edhe një detaj dhe me këtë përfundoj. Përfundoj për sot, po jo se përfundoj tema që do ta plotësojmë inshallah Zotit. Takimin e radhës. Cila është pika që duhet kemi parasysh? Mirë, ai kërkojmë vetes tonë, ti mbështetemi Allahut, kërkojmë vetes tonë të adorëzojmë çështjen e Allahut. Thoni, kjo është gjë e thjeshtë. S'është gjë e thjeshtë. Kjo është një çështje që bëhet e thjeshtë. Bëhet e thjeshtë pasi kemi njohje të mjaftueshme, mundësisht absolute brenda mundësisë së njeriu të rreth Allahut të lartësuar. Ka shans shumë e vështirë të mbështetet Allahut të lartësuar, ai i cili nuk e njeh mjaftueshëm Zotin e lartësuar. Dakor? Pasi i njohim Allahun e madhruar, dalim tek slogani profetëve. Cili është slogani profetëve? Njohësit më të mirë të Zotit të gjithësisë, wa ma lana illa natawakkala ala Allah. Ne na takon të mbështetemi vetëm Allahut. Dhe si është çështja jonë nëse nuk i mbështetemi vetëm Allahut? Pasi e njohim Zotin e gjithësisë, krijuesin, furnizuesin, të plotfuqishmin, ai që prej tij buron gjithçka, atëherë ne nuk na takon të mbështetemi diku tjetër përveç Allahut të lartësuar. Pra mbështetja vjen si fryt i njohjes të mirë të Zotit të lartësuar, prandaj duhet të lexojmë, duhet të mësojmë, duhet të studiojmë, por mbi të gjitha duhet të meditojmë. Madhështinë e Allahut të lartësuar në çdo ajet, në çdo citat, në çdo përgëzim, sidomos në emrat dhe në atributet e Zotit që na japin një panoramë të qartë se kush është Allahu i lartësuar. Kush e njeh Zotin e gjithësisë, pasha Zot do t'i marrin frytet inshallah në mësimin e radhës. Ato rezon çështjen e tij, jeton një jetë të qetë, të sigurt dhe kështu me radhë. Kjo ishte e para. E dyta, pra njohja e Allahut të lartësuar. E dyta shumë e rëndësishme, mbështetja tek Zoti, tek Allahu i madhërisëm, një të vetëm, është fryt i njohjes. Prej njohjes buron automatikisht bindja, yakini. Yakin. Nuk i është dhënë dikujt pas besimit diçka më madhështore se sa yakin. Çdo më thënë yakin, bindje absolute në çdo gërm, në çdo ajet, në çdo përgëzim, çdo paralajmërim, në gjithë shka që vjen prej Zotit të lartësuar. Njoha Allahun, prej çfarë buron prej kësaj njohje? Bindja absolute se çdo gjë që më thot Zoti im, më premton Allahu, atëherë çfarë? S'ka pikë dyshimi. Dakor? Atë në moment që unë e njoh Allahun, kam bindjen absolute, është më e thjeshtë të mbështetem Zotit të lartësuar. Dhe treta është fryt i mendimit të mirë rreth Allahut të lartësuar. Nëse e njeh
krijon bindjen absolute, automatikisht do të mendosh mirë për Zotin e gjithësisë. Dhe e katërta është fryt, pra mbështetja tek Allahu i lartësuar është fryt i besimit në kader, në caktimin e Zotit se gjithçka që ndodh mua është shkruar 50.000 vjet para krijimit të qiellit dhe tokës. Risku që unë u bë risk sot, u furnizova sot. Dakor? Gjithçka që të ka dhënë Allahu, që e ke paket, çfarë është? Ta ka shkruar Zoti, është e jotja. Atëherë, në momentin që qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana, thuaj ne nuk na ndodh veçse ajo që ka caktuar Allahu për ne. Prandaj i mbështetemi Zotit të lartësuar. Kush më thotë të katërta? Mbështetja tek Zoti, at-tawakkul, është fryt i katër gjërave, të cilat janë të renditura njëra pas tjetrës, ose të ndryshe, secila është fryt i asaj që e lartë përmendur. Cilat ishin? 1. Njohja e Allahut të lartësuar. 2. Yaqini, bindje absolute tek Zoti i gjithësisë. Yaqini është fryti i njohjes së Allahut të lartësuar. 3. Mendimi i mirë tek Zoti i lartësuar. E njohë Allahun, automatikisht do kesh mendimin e mirë tek Zoti i gjithësisë. Po. 4. Kaderi. Besimi në kaderin e Zotit. Kush i ka të ngulitura në zemrën e tij, në imanin e tij, këto të katërta automatikisht do të dorëzojë çështjen e Zotit, do të jetojë jetën e një besimtari të vërtet, një jetën e njeriu të qetë, se ka frikë as vdekjen, as armikun, as riskun, as provat, vështirësitë e kësaj dunjaje. Dunjaja për të është gjëja më e menaxhueshme. Më e lehtë për të menaxhuar. Pse? Se zemrën e tij e ka të lidhur me Zotin e gjithësisë. Automatikisht, sa më shumë të dobët të jemi në lidhje me tawakkulin, me mbështetjen tek Zoti i lartësuar, aq më shumë të dobët do të jemi në përballje me dunjan, me vështirësitë e kësaj dunjaje. Mjafton me kaq të plotësojmë me ndihmën e Allahut të lartësuar, subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.